Mirë se erdhët në Shqip në Detare Televizion në një ditë të veçantë për shqiptarët, ditën e pavarësisë së Kosovës, gëzuar pavarësinë Kosovë. Në ditë të tilla zakonisht marrim intervista me politikanë, sepse për ne shqiptarët politikanët i bëjnë të gjitha. Unë mendoj që mësuesit i bëjnë të gjitha, kështu që në një ditë si kjo kam ftuar një mësues i cili ka kontribuar dhe po kontribon për Shqipen. Ai tashmë është në Suedi, është shqiptar i Kosovës, është zoti Bardh Arifaj, profesor Bardh Arifaj. Mirë se erdhët në Shqip, zoti Arifaj. Mirë se gjeta, kënaqësia është e imja. Kam nderin të jam mysafir i televizionit të juaj. Faleminderit. Unë doja qysh në nisjet t'ju tregoja shikuesve, atyre që nuk ju njohin, sepse shumë ju njohin për kontributin tuaj të vazhdueshëm, shumë vjeçar për Shqipen dhe për fëmijët. Ju kur ikët nga Kosova, ishit mësues në Kosovë apo u bët në Suedi, domethënë si janë ato fillimet tuaja? Unë në vitin 1990 kam ardhur në Suedi, edhe kam qenë mësues në fshat në Rakosh. Kam qenë mësuesi i parë me shkollë të lartë, se dihet se me parë kanë qenë normalista, dhe kur kam ardhur në Suedi kanë qenë shkaqe politike, se atëherë ishim edhe të papunë dhe vendosa të marr familje dhe të vijë në Suedi. Fillimisht ka qenë vështirë si çdo gjë, po unë jam integruar jashtëzakonisht shumë shpejt, jam futur në shoqërinë suedeze. Pas 6 muajve unë kam ditë të flas gjuhën, kam arrit, edhe këtu janë do shkallë të shkollimit që kërkohen, kështu që unë pa marrë leje qëndrimi i kam kaluar ato të gjitha, dhe tani mas një kohë mora leje qëndrimi, kam punuar fillimisht pa pagesë me nxënës tonë në për kampet e përqëndrimit, po në vitin 1997. Në çfarë kampesh keni punuar? Po në kampet azilantëve ose azil kërkuesve ku kanë qenë, në kampet në për ato kampe kam punuar në nxënës falas. Kështu që i kam të gjitha kujtimet nga ta, kam fotografi, kam organizu festat zakonisht në atë kohë, organizojshim shumë 28 nëntorin, dhe nëpërmes asaj formi bashkohesha të gjithë nxënësit ose të rritur. Arifaj, duat kemi një plan të madh, përpara se të vemi te fëmijët, një plan të madh vendit të Zyrës, ku është zoti Arifaj. Në Zyrë jeni tani? Po, unë jam në vendin e punës ku unë punoj, në shkollë, aty zgjedha të qëndroj, aty i kam edhe... Aty keni dhe flamurin, dhe flamuri është shqiptar. Sikundër unë jam vesh me të kuqe sot, do me thënë për pavarësinë e Kosovës ne vazhdojmë festojmë me flamurin kuqezi. Një kemi në shqiptarët. Unë kisha pas shumë dëshirë ta bëj një sqarim kur flasim për gjuhën ose mbi gjuhën, nuk kam qef të flasim për regjione, për krahinat, flasim për shembull gjuhën Kosovë, gjuhën Shqipëri, flasim gjithmonë kur e përmendni fjalën Shqipëri, nën kuptohet populli shqiptar pavarësisht ku ata gjenden. Dhe ne nën këtë flamur jemi rrit, kështu që ky është flamuri im, mirisht. Unë di që do të marr kritika për këtë fjalë, po unë vetëm këtë flamur e njoh. Kështu që edhe nxënësit e mi kur vizatojmë dhe flamurin e Kosovës, po zakonisht e vizatojmë flamurin e Kuqezi, i cili na prezanton pavarësisht. Edhe pse disa thojnë se flamuri i Kuqezi është flamur kombëtar, ndërsa i Kosovës është një farë forme pak për Kosovën, por ne nuk do të kemi dallim gjuhë, as flamur, as kulturë, as kështu e shoh unë. Edhe unë kështu e shoh. Prandaj edhe ju ftoa. Ju ftoa pikërisht sepse besoj fort tek flamuri Kuqezi, besoj fort tek përbashkëta tona, çdo dallim është i përkohshëm. Gjithë të tjerat janë të përbotshme, janë të përhershme, janë përgjithmonë. Ajo që na bashkon është përgjithmonë. Ajo do na forcojë, do na bëj më të mirë, më të fortë, më të mëdhenj, më të pasur, do mbijetojmë po ishim bashkë. Po, do ta tregoj një detaj të vogël. Në vitin 1985 isha në Stamboll, isha detyruar të qëndroj atje, një kohë kisha qëndru, dhe takova një njeri shumë të madh, e ma tregoi në grykën e Bosforit në pjesën e Azis, atje ishte një burg. Dhe ma tregoi me gisht burgun, tha këtu kanë qenë 2 shqiptarë, 7 vjet kanë jetuar këtu,
po njeri për tjetrin nuk e kanë ditë. Po i thash, si është e mundur kjo? Tha po se ata e kanë vrejt, folke për kohën e Osmanëve. Në momentin që shqiptarët kanë mundësi të bashkohen, nuk ka fuqi që i ndalë. Dhe prandaj na kanë dashur bashkë, na kanë dashur të ndarë gjithmonë. Po, edhe këtë, kur kom lexu, zakonisht dihet që tash, si bjen burri, unë lexoj historinë tonë fillimisht, e shoh se në momentin që kemi pas një lider që na ka bashku, kemi triumfu, kemi arrit, kemi fitu. Mjerisht na vyn. Përndryshe si popull jemi të bashkuar. Në momentin që kemi një udhëheqës që na bashkon. Po mjerisht kemi të lashët, ashtu në spënor na shumë ato. Kemi sa të duash, po ne sot nuk do flasim për të lashet, ne do flasim për gjuhën. Për gjuhën, për rëndësinë e gjuhës. Unë, ndërsa ju në emision, po bëja një debat vogël aty përpara me stafin, me kolegët, dhe po thosha diçka që më erdhi befas. Po flisim për emigracionin, për një trend që vërehet, sipas një profesori të demografisë që foli dje në Shqip, ai tha, ka një trend që shqiptarët mbas 2020-s po kthehen përsëri në Shqipëri, sidomos në vendet ku ka zhvillim turistik. Dhe po bënim debat, sepse shumë njerëz nuk e pranojnë si të vërtet, edhe këtu po thonë që tani kjo është e pamundur se ti jashtë je më mirë. Dhe unë pyeta, më fal, ku është më mirë? Atje ku e di gjuhën me gjithë detajet e saj, a e dini çfarë rëndësie ka të kuptohesh, të komunikosh, të flasësh, sa dojmë mençur ti jesh, sa dojmë i gjenit jesh, nëse ti nuk di të flasësh, je i humbur. Prandaj rëndësia e shqipes më është e jashtëzakonshme, që të flasim me njëri tjetrin se kemi haruar të flasim. Po, unë pajtohem plotësisht, po gjuha nuk është veç mjet komunikimi, gjuha është kulturë, gjuha është dëgjë. Shkronjat nuk janë veç shkronja mi pak, si kem 36, po ato secila e ka domethënien e vet. Unë për shembull bisedoj me suedez shumë këtë kohën e fundit, shumë vinë në Sarand, bisedoj me ta ku ndikoj pozitivisht shumë, dhe ata më besojnë pasi që kthehen tani prej Sarandës ose prej pjesës jugore të Shqipërisë, për shkak se kanë ata aeroportin ku kanë mundësi të fluturojnë më lehtë. Ata me të vërtet më haniten me mikpritjen dhe me bukuritë natyrore. Edhe kur e ceket ata populli përpara si e thlet fjalë popullore, buri rend peshon vend vet. Ti sa do të jesh këtu, për shembull unë shkoj në për seminare të nivelit shumë të lartë, se unë dihet që jam edhe pak një shkrimtar i vocër. Pas një bisede, ata më pyesin nga i ke rënjet, ose nga vjen. Edhe pse unë në pamje dukna si suedez. Pra dhe të pavarësisht ti sa mundohesh më integru, unë personalisht nuk kam mundësi ta bëj këto kur, se dihet se zëri im vjen për një tjetrit vend, ose kështu që në farforme të them moralisht, kështu kur të pyeta, din, po çashtu është siç po thotë. Bukuria, krenaria ime është në Kosovë ose në Shqipëri, si tash më parë, si ta quajmë Shqipëri, territorin. Unë e kom bën 2 studime, këtu të ndala pak rreth vendit. Vendi përcakton, siç dihet, ngjyrën, zërin dhe erën. Vendi ta përcakton ato, se unë marr me një studim kështu shkencor, edhe do të thotë unë vi këtu, po nuk e kam atë zërin, ky zëri im nuk përshtatet me zërin e suedis. Pse si e kanë zërin ata? Suedezët? Një lop daneze nuk plet kur si një lop Shqipërisë. E ka një zërë ma ndrysh. Kështu që natyra vet nuk na lejon, edhe pse ne emigrojmë me vim këtu. Duhet 3 gjenerata, vajza ime këtu kanë lind, ose gjenerata që i mësoj tash, gjenerata 3 që kanë lind këtu, po ambesat diçka kanë gjenin prap ata shqiptar. Është problem më integru në furë. Duhet shumë gjenerata për më mujtë më bo suedez. Nuk pranohet, natyra nuk lejon. Prandaj është mirë në formë ta kuptojmë njëherë për gjithmonë që emigrimi nuk ka zgjidhje as ekonomisë, as për politikës, as po mjerisht jemi në ato faza ku s'po mujmë kuptu këto gjëra, po ndoshta kur të kalon si unë që i kam bërë këto 36 vite, ndoshta e kupton që çdo gjë ka qenë e gabuar. Pse ju jeni penduar që e bët këtë rrugtim?
Po faktikisht nëse guxoj me thonë një fjalë, unë personalisht dhe familja ime dhe pasar se tash kam me 2 mbesa, jemi fare humbur. Në çfarë kuptimi? Po sado që unë flas shqip, sado që unë mundon ta ruaj kulturën, ta ruaj traditën me këndime, me vallëzime, me gjitha këtu gjenerata, mesat e mia do në farë forme të integrohen dhe të harrojnë ndoshta që janë shqiptarë. E kjo është humbje e madhe. Që kjo është për këta. Flas me kolegë. Po ndërkohë, ju nuk jeni thjesht për mësuesi shqipes aty, ato e bëni vullnetarisht kam përshtypjen. Ju jeni mësues matematike. Për suedez. Unë jam i licencuar në gjuhën shqipe pej parashkolorëve deri në klasën e 9. Këtu në Suedi kam licencë për këtë çështje dhe kam për ciklin e ulët në gjuhën suedeze. Unë kam punuar shumë me matematikë, si strati, jam shumë i zotin në drejtim. Po kom punu edhe si pedagog, do të thëtë specialist i pedagogjisë ose resurs pedagog, në vitin 2016 kom punu me një nxënës si s'mund t'ja them emrin, ku s'ka ardhur asnjëherë në shkollë, edhe unë kom arrit ato ta kthej në shkollë dhe të del nga klasa e 9 me të gjitha notat pozitive. Po. Ishte shqiptar apo suedez? Shqiptar. Shqiptar. Do me thënë, punoni vetëm me shqiptar apo dhe me suedez aty? Ja, punoj edhe me suedez, tash unë tregova matematikë, punoj me suedez, kom punuar deri tani, unë kom punuar deri në gjimnaz. Unë kam një mundësi që se ka asnjë arsimtar, as kund, për shkak se unë e marr në klasën parashkollore 6 vjeçar dhe ato e përcjelli deri ta kryej gjimnazin. Se unë kom punuar në gjimnaz 20 e kusur vite. Edhe tash e shoh zhvillimin e tina, si zhvillohet, si ndryshon, për shembull ki nxënës në klasën e 8 dhe klasën e 9, nuk është bash i mirë, e kam fjalën në mësim nxënje. Pra punoni me fëmijë me aftësi të veçanta? Jo. Po për shembull, normal, nxënës me aftësi të veçanta nuk shkojnë në shkollë që është një klasë me nxënës tjerë. Po them ka mundësi me pasi zhvillohet ai, për shembull, në ciklin e ulët. Një mësues punon për klasës parë deri në 4 dhe i lën ata. Tani merr tjetër mësues në Suedi për të flas, për 6 deri në 9 dhe mos i shef ata. Unë i përcjelli tën kohën në gjuhë, për të flas për gjuhën shqipe. Kuptoj. Ata pas shkollës fillore zgjedhin gjuhën shqipe në gjimnaz. Dhe me nxënës të gjimnaz. Mund të ndalojmë pak më shumë se unë nuk e kam të qartë, domethënë këtë zgjedhjen e gjuhës, domethënë është shqipja një zgjedhje atje? Si funksionon? Suedia e ka një sistem të veçantë në botë, mësues të gjuhës anëtare i ka të punësuar si të gjithë mësuesit tjerë, anglisht, gjermanisht, matematikë, të gjitha lëndët. Jemi të punësuar nga shteti i marrim të ardhat personale ose rrogën. Edhe nxënësit e zgjedhin, është e lirë, kanë drejt me zgjedh ose mos me zgjedh. Po shumica për nxënësve, për shembull, unë kom marrë 97 në Falkenberg, unë kom pas normën e plot me 60 nxënës, pas 2 muajve, unë kom arriti fus në gjirin tim ose në klasë 160. Tu bisedu me ta. Ndërkohë, japim disa fotografi, regjia, lutem, gjithkohës që flasim, tregojmë fotografitë me qëllim që të kuptojmë më shumë me fotografitë për çfarë po flasim. Po, unë nuk i shoh, ato nuk e di. Ja, s'ka gjë, shikoj unë, ju keni parë se mi dërguat, por po, kemi fëmijë që po mësojnë lahuton. Po, unë i kam me veti këtu të gjitha instrumente, jo të gjitha, po kam lahutën, qiptelin, sharkin. Po, mi trego, s'ka gjë dhe aty, do më thëna, ajo është zyra juaj, aty janë të gjitha. Po, unë i mora këtu, në mënyrë se disha që do të ekzekutojmë pak, ose për shembull kur shkojmë në për seminare, unë kam qenë prezantues si kulturës shqiptare disa vite, ku për shembull për 10-15 minuta ka pas një çmim pak si s'pe tregoj çmimin, e kam prezantuar kulturën shqiptare, po për me prezantuar kulturën shqiptare duhet me pas mjete, para suedezët për shkak. Për shembull ja është këtu një drum që shumë kush për shqiptare se din çka është. Ky është i familjes sime. 200 vjet, i kam mbi 200 vjet, unë e kam gjetë në Rakosh,
Nuk ata kanë hu një qëshë, unë e kom marrë dhe ju tregoj, se ti nuk mosh me folë me gojë pa pas me tregu mjetë para suedezve. Edhe para nxënësve, ju ka lëgjej sot lasht jemi një sa çfarë kulture kemi. Kjo është një se kanë përdorë si tabak nga që mësafirit kafen, por njëkohësisht është përdorë për me qitë këtu kafen e me shti në mullinin që kemi thënë për me pjek. Që ka pas këtu si goje kanë shuva atje. Ka qenë një sen i ka këtu, është e punu me bukur. Po pra, shikoj. Shumë e bukur. Babgjysh e ka pas, edhe këto s'ka guzu gjithë kush me marrë me shërpy me te, se ka qenë kjo diçka shumë e madhe. Po, e ta suedezve kur të tregojnë, ata i bindit se ne kemi kulturë, kemi gjëra. Veglet muzikore i marrë para nxënësve se ti testojnë ata vetë, ti dojnë ata vetë. Se derisa ai kur njëtën e vetë s'ka luajt një qifteli, si të dana, e ka pa me sy, e s'vlen. E unë i marrë me veti. Plus, i marrë në për ort e suedezve kur kanë muzikë, i prezentoj këtu, i bi një ka një, ata i morën i prezentoj, ja ku më qunë i fotografi, ku unë qëndrojnë mes, e ata janë rreth, ata janë krenë nxënë suedez. A pse në këto fotografit ku ju keni qiftelin, jeni me nxënë suedez, do me thënë, jo vetëm me... Po, ata që janë ullum në rreth, ata që janë ullum, që jemi në dysheme ullum, ata janë të gjithë suedez. Je varet, po. Po ndërko, në fakt, këtë do ta rregullojmë për herës tjetër, që të shikojmë fotografit, e nea jo më si sot, por do doja ju t'i bini një vegle muzikore që keni aty sot. Unë do të tregoj një fenomen që kur t'i bi para suedezve, të gjithë duar trokitin dhe mahniten me këtë gjest. Unë kur kom qenë në një farforme në Burg, po këtu nuk ndalem shumë, atje ma kanë dalu mira fyllit. Në Burg në Kosovë? Ja, unë kom qenë në Beograd, po s'pëndojnë në këto qështën, kom qenë vetëmi, kom qenë gjykatën supreme të ish Jugoslavisë, unë nuk flasë për këto sene se kanë kalu këto, edhe atje kryetari gjykatës supreme Bogdan Vujić, i cili ishte kroat, e kishte një simpati të jashtëzakonshme edhe pse dëshën, domethënë në farformë isha ranë sy, edhe ata ma ndaluan mira fyllit, thanë nuk bën ti mira fyllit, i thash unë po pranoj që s'do t'i bi fyllit ma. Edhe të nesme t'i rash fyllit, edhe ata erdhen atje deshtën me mdenu, unë i thash ne jemi marrë vesh, kemi shku kontratë që unë fyllit nuk i bi me goj. Thani, me s'ka i kjerat, që për demonstroj dhe për i tregoj. Për shumë, unë fyllit, shkurt, shumë shkurt. Edhe kur ulla aty, para atyri, thash unë si këmra me gojë, tha, Serbisht, tha, qysh i kjera, tha, she. Edhe ata qeshen, edhe thanë... Me hund! Me hund, edhe ata qeshen e thanë, ti e kitë leju me dash biri me gojë, dash me vesh, dash me shka dush. E kur i bi para suedezve kështu, të gjithë salat ngritën e kam dhe duar trokitin. Unë habita ngele tani, nuk po mbesoj se nuk kemi folur paraprakisht për këtë. E di, për atë arsye unë jam specifik. Për atë arsye e kom sjellë televizionin më të mirë të prezantohem. Vetëm një herë e parë. Veç pak do të ekzekutoj. Për thëmë dhe diqka ka kohë që edhe s'kom ekzekutu, si kom ra, s'kom lujt, që këtu e kom lahutën. Edhe lahutën. Po, unë i kom instrumentet, këtu e kom ofër sharkin, dikun. Po, meri të gjitha se, tamam, sot është një nga ditët se pavarësisht ne themi kemi një flamur, parafytyroj që kemi forcë më tepër me bërjen e Kosovës shtet. Sot është ditë e veçantë për të kënduar, e për t'i rënë të gjithë vegleve muzikore që kemi. Kjo nuk është akorduar, por fëmijët, nxënësit e mi nuk kanë shansë me kry shkollën me Falkenberg që nuk i përvojnë të gjitha këtu.
Unë e kam edhe një def, për që se kom marrë ato, pe lës, e kam këtu një mësafir që e kam ftut, një mëj, kasrët, bime të def atje pak. Ke def? Të gjitha të, po, defi nuk është pash, po për shumë tash masi jo shpranu lahuta në UNESCO, a din sa me mburje hyllë ju të regoj, tam, kjo instrument është joni, se zakonisht e din qittelin tërën, po t'ju e dini që qittelin e kanë marrë iranianët, pra nuk është jonja, një fa aspekti zyrtarë. Edhe kështu që nuk mund të mburna shumë, po me lahut po. Me lahut të mbure me. Po, pa tjetër. Ska që nga thonë për lahutën, është 100% jona. Do ta jap. Po, jo, më lërë, s'ka gjë, më lërë t'jem në lidhje. Se ula, më falë. Jemi live, jo. E pash. Po, jo veç do të regoj diçka. Këtë ples, unë i kam një 5-6 10, për shkak se kom posa grupin e vallëzimit, nxënësit e mi, kur kanë festa, kur e marrin maturant, kur bën maturant, vinë mi marrin flamur i ka 100 shenja, për shkak se më marrin ata ka pak e zhytin ka njerë, po s'ka gjonë se është me djersën e tyre, shumë e vlef për mu. Edhe kapele, tyre këtë 2 që kanë, vinë mi marrin. Vinë marrin dhe plistat. Edhe unë, tani që po mendohem, para 18 ditësh, ditën e pavarësisë Kosovës, një plis kisha në kokë. Dhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht vetja me plis. Do duhet ta kisha edhe një sot. Nuk e kam. Unë i dërgova aty të fotografi të nxënës të cilët janë me plisa. Po, tani e ullur me suedezët, tani e ullur në një fotografi me suedezët, të cilët po të dëgjojnë sy e vesh. Dhe ti po i bie çiftelis. Po, pra, unë mboj edhe orë të tira, mboj orë, dhe më thonë, ja defi, të lutem, më bëj diçka, më pëlqen shumë. Defi si është? Dëgjoj. Po. Shqiponia e maleve, simbolin e kemi në urën, këtu se ne kemi një lumë, këtu është një lumë që përshkon një lumë që përshkon qytetin në 2 pjesë, e ka emrin Etran. Po unë do të ekzekutoj, po si jo, po unë lezëm, ha? Mjaftën. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Unë luaj edhe daullën, për shembull shkoj në për festa, po këtë kohën e fundit jam të hek nga këto gjëra. Jam kamerna me do të shkruaj 2 libra që janë shumë me rëndësi, njëra quhet edhe kjo është jetë dhe njëra quhet edhe pse nuk di, po nuk ka të bëjë me ato se di si s'di kur çon, po ka të bëjë me diçka tjetër. Domethënë merra me 2 punime shkencore që janë shumë transnishme edhe merko shumë. Ndërkohë ju keni bërë disa punime shkencore deri më tani dhe jeni autori 3 librave për nxënësit e diasporës, të ndarë në 3 nivele mësimore. Pra jeni njëri i angazhuar jo vetëm, ja dhe librat. Kjo libri 1, kjo libri 1 për parashkollor klasën e parë respektiv klasën e 2. Për shembull këtu ja kom dërguar në juve një faqe, pas më të gjej aty ku se këto metodat janë me metoda, ne nuk unalim shumë metodat e Kosovës e të Shqipërisë, ne kemi ende shpjegojmë pe katedre, jo kështu forma. Për shembull këtu është se bashkë e gjeta sa bukur. Që këtu për shembull shkon cilën do ta larg, një nuk i takon këtij grupi. Një nga këtu nuk i takon. Do thotë nëpërmjet kësaj na bën bisedë me nxënës. Edhe kjo është për klasë ulta, po unë me të rritur bëj pjesë, dhe ata nuk e din cilën. Thojnë për shembull gjeni për shkak se nuk është në kontinent ose dollari Amerikës ose po jo, s'është e vërtetë. Një është e vërtetë këtu. Po cilën ta thet nxënësi, është e vërtetë. Nuk guxon ta kundërshtosh, por hiç. Edhe nëse ai thet gabim, ti zguxon me kundërshtim, duhet me dëgju, nxënësi e ka rolin kryesor. Nuk guxoj unë kur me mor rolin që unë e di dhe ai s'di. Na jemi të barabartë. Po unë veç ja shpjegoj të gjëra që ai ka nevojë për to. Edhe këtu nuk vlen marka gjermane, se ajo nuk është më përdorim. Po e të tjera që këtu në radhë. Për shembull, tani është niveli 2. Niveli 2, pe klasës 4, 5 dhe 6. Domethënë, i ka të gjitha gjërat, i ka të gjitha me fotografi, me përkushtim se librat tona përmbajnë ka pak gjëra që nuk guxon të reflektohet para nxënësit, që do ta tregoj
s'pe ka dhe autori në kosh mirë, ja shqyqen e këtu që ka shku të shkojnë e dhe. Se shkojnë në dhe edhe shkojnë në te, shumë nuk din as mi shqiptu, tëna janë për neve që dhe që edhe gjë dhe gjë. Në këtu që ka morë shambull, përta ka morë zogun një njeri me një pushk që e njek zogun. Nuk lejohet kënë pedagogji, nuk u të zënë, kështë thane me paracit para zënëzve nasë i mënyrë. Kur, heshtë? Kur? Që që sistemin e shkollimit duhet të ndryshojmë në jo teoretikisht, po duhet rëndësisht të punojmë me thmi, s'ka urrejtje, s'ka përqarje, nuk u të zënë me shku tekstin nëna i patronenet dhe babaj është pilot. Kur s'u të zënë, këtë tekstin nuk u të zënë të lejohet, nuk lejohet në Suedi kështë thane. Po babaj është pilot, nëna është mjeke. Me të ngrisim gjinin femnore, mës të ullim. Kjo e niveli 3, ku këtu e ka një pyetësor në fund, i cili nxënës e klasës së 9 në Kosovë, se kam bashkëpunim me ta, s'kan ditë me mush. Po shumë është interesant një tekst, një test. Po me librin e tretin kom punu 20 vite. Si kom punu 20 vite? Kur ja qesha nxënësit të theke, mësës që të s'pe kuptej bashkë mirë, unë e ndrejsha, deri so ata kaptin. E jo për shumë tullet aty ta marrësh një libër ta gjush pa kontrollu pa. 20 vite kom punu me librin e parë. E dytin e tretin pak ma pak, që tani mora një eksperiencë ose një provoj pak ma të mirë, edhe rrita të bëtej. Këto janë të shpëndara me tërë botën. Në Suedi, unë i kom shit këto rreth 3.000 cop, është në librarin më të madhe në Rebro, ku mund t'i blenë vetëm shkollat, jo privat, edhe që është e veçanta me cek, se do më thonë 3.000 copa janë shumë mi ble, po një shkrimtar më tha një herë, një shkrimtar ku ishim të gjithë shkrimtarët në një mbledhjen e Stockholm, e mur shambull mur, tha me shkru një roman, është shpejt normale, po me shkru një tekst shkollor, kjo ka vlerë, tha se t'ja jep diku që mësën nga ky. Edhe ai mësën nga romani, ama këto e vlerat e tekstet shkollore janë shumë me rëndësi, t'jemi shumë të kujdesshëm. E po të them që një gjë pak ka shkëni se ju kum shkruar shumë, se nuk e di kush i blen librat, e ja fus ka një letër këtu, e i tham a ka mundësi të reflektosh diçka, ose s'ka të mirë ose s'ka të këqija, po jo pak ka që më shkruajnë për mas. Falenderoj veç. Thënë, jem kënaqur me tekstet tua, kur gjë. Nuk mjafton ajo. Dua të di diçka, sepse ju thatë, u shitën, ndërkohë vazhdojmë me të gjitha fotografit, ndërkohë që ne flasim, dhe ju thatë që 3.000 libra janë shitur. Dua të kuptoj shifrat, domethënë sa shqiptar ka në Suedi, sa... Unë ashtu nuk e di, po shkolla, është këto mirë është me di. Shkolla që i blejnë librat, mësues shqiptar nuk ka nevojë t'i paguajnë. Ka për shembull kur bën porosit 60 tekste i qej për herë. Edhe sa ka shqiptarë nuk e di, nuk mëj me dhon shifra, se di, dikush thot nashti 10.000, dikush nuk e di. Po në Falkenberg i kemi nxënës prej 97-s deri në ditët e sotme 160 nxënës, i kemi 3 mësues që i punojnë, përpara kanë qenë edhe pak më shumë, edhe gjithmonë kjo falë fillimit që kejnë barë, po ta bëjmë edhe një krahasim është mirë. Këtë kohën e fundit nxënës nuk janë nivelit të njëjtë me ata që i kishin fillimisht, dhe kanë nisë të bie interesimi sa do pak, se kanë nisë të hopin gjuhën. Asnjë nxënës nuk e kam anë para veti që nuk din me komuniku shqip. Asnjë, kurrisht. E tjera gjuhë kanë, se na i kemi 20 gjuhë aty në komunë. Edhe tani kemë debate, se unë jam do më thonë pasyrë për ta, se dinë aty më kom qenë nominuar mësuesi më i mirë në Suedi, jo shqip, po suedez. E pra, e pash këtë nominimin tuaj, po si mësues jo i shqipes, po si mësimdhënës. Ja. S'ka aty, ata nuk e zgjedhin ashtu mësues, se ata t'i bojnë disa intervistat, vesin për shembull metodat, edhe ata janë dinë që po, me thonë të drejtën ishte ka fundi vitit dhe na nashti pe një shumë spedit Arsoviç ishim marrë 3. Edhe ata me intervistuan kështu, po unë mendova që i di të në gjera, ata din, si shqiptar, për diti që shqip na, edhe nuk u përgatita bashkëmisht, ishte fundi vitit ku duke në time, isha shumë i angazhuar me disa, kështu që sigurisht, kom ngecë në do pyetje, ndoshta se Ministria e Arsimit, do më thonë administresha, ta ndonë asminë, edhe ata shkruajnë në formën shumë kujdesshme, kështu që nuk ma merr mendja që e kanë bërë ata për ndonjë gjë
Absolut, korrekt, po si kom të thunë ashtu për më qenë, se kom qenë i nominuar, jo i zgjedhur. Kjo është në Ndërkohë, po shikoj që po kalojnë gazetat, sepse ju keni kaq shumë histori sa ne nesër mbarojmë. Dhe ju këto e kom harru. Po, mi trego, po ndërkohë po kalojnë disa gazeta që flasin për filmin që keni bërë ju në Suedi. Do ta tregoj një gjë, nxënësit e gjimnazit mi morën këto kpuç. Ata që e din, unë këtu i kam këto i ruaj me nostalgji, që ku i kam kpuç që i kam bërë si fëmijë këtu. Që këto janë e nxënësit e gjimnazit kur shkoj me to ka një herë verës, mi marrin mi mathin e kanë qef mi math. Edhe bisedojmë ka pak i math që treja janë, qëre. E që apeshe e përmenë ti, ja, shqyqo numerikisht sa gazetat janë. Këtu, ja, shqyqo sa gazetat, unë gjithat, ja, shqyqo, kjo shkruajnë krejt për punën time, për filmin, se na së ndale mas në film. Ja, pra, filmin po shikoj unë tani, pamje të filmit. Çfarë filmi është ky? Filmi quhet Në tokën e huaj, ku dy familje vinë këtu, njëra integrohet mirë që si ka hije, tjetra nuk i shkon puna marë. Po nëpërmes filmit unë e dërgoj, se unë e kam shkruar skenarin dhe jam producent nikosisht edhe regjisor, edhe është mirë dy gjona do t'i ceko këtu për rinin e shqiptare. Kur mos u dërzo. Pse? Që po tregoj. Unë shkoj në stacionin e policisë dhe i tham shefit të policisë, mu më vynë ndihma juaj, rekvizita, më vynë kerri, më vynë armët, më vynë. Edhe ai filli ngritën e këmbë dhe më thëtë nuk mu i ndihmoj. Edhe hec. I tham, a ka mundësi Lenar. Ishte kjo punë 2013. Tham, a ka mundësi veç 2 fjallë mi folën atë. Po mëre? Tham, që këtë djali ka qenë është marrë me punktësia, me drogë dhe ma vonë ky bëhet mjek. Të të ullu këtu. Të të njëjtë në rast e kom pas ka qenë shqiptar, edhe komët një mund që ka të dush të më ki prekët këtu. Bravo pas ka temin shumë të mirë. Edhe ashtu është i shifri aty kjerën e policisë, gjitha mjekin. E dyta, unë shkoj këtu e kërkoj në ambulancë, ose në spital në Falkenberg, se më vyken një pjesë e spitalit, edhe këta nuk më ofrojnë mundësi. Unë e marrë frasë në një qytet tjetër ku është spitali shumë regional, edhe frasë atje një femën, ja tregoj ngjarjen, ja tregoj të lashet që i kam, thët krejt katin të ja, krejt repartin të e ki këto kur të vish. Edhe në i farformë më thashë, nuk më folë më këtë në atisë në dimon, kur shkova që ashtë të dulë. Me infremire, me aparatorë, me gjithë gjama dha, që ka të thëtë? Unë e ku po filmin për hatër se të gjithë kanë filma ne kemi, edhe zëtit një mënë, kur e kinë të gjegjen e pasë, s'kom pas as fitima, s'kom pas kur gjokë të po filmi, fillimisht unë e kom shfaqë në 7 qendrat kryesore të Kosovës, do me thonë qytetet e mëdha, edhe mas 1 muaj, 2 muajve i ka pas 500.000 shikime, momentalisht i ka 400.000 se kom hek njerë për YouTube, po kam pas kërkesat mëdha, momentalisht është në YouTube. Pe njerëzve që i kom taku të artit, të filmit në Kosovë, shumë i kom taku, se kom pas nevoj, ka qenë Sulejman Loka, i cili kam as ka qenë i sjellshëm, as ka qenë i ndershëm, as ka qenë aktor, as ka qenë burr, se kena vënë më shumë ti, me qenë njeri, sa nuk kom taku njeri më të kompletuar se Sulejman Lokën, ka vdek njerëz. Kështu ka qenë puna e filmit. Fillova atëse edhe me fund arrita, e kom shfaq para suedezëve këtu, por nuk është në YouTube për suedezë, do ta ruaj si sekret. Shkollat e kanë pa, të gjitha shkollat e kanë pa. Pra ju në farë mënyre i keni kushtuar veten, asaj që quhet kulture përfshirjes në një vend të huaj për ta bërë shtëpinë tënde, por pa u asimiluar. Ky ka qenë motivi që ju ka shoqëruar. Ndërkohë që aktualisht po merrni me një studim për njerëzit me ndjeshmëritë e lartë. Po. Kjo është shumë me rëndësi, sensitiv për shumë, një farë anglisht e në bashkë një nuk e di, pra me ndjeshmëri, kjo është që ka arte kjo. Unë e kom pas një nxënës, si kur e kom detyruar të lexoj, i ka arë vështirë, i ka gjuar librat, ka dalë për klase. Edhe ju morën përfundim që diçka s'është në rregull. Po, heqim filmin atëherë? Po, vazhdojmë. Po, edhe unë e vrejta diçka që s'është të rregull, ka pas edhe raste tjera. Edhe i thasha, hajde e jam rëna në klasë, i thasha, për ta thamë drejten,
Aso në s'pe kuptoj që tekst një me të ka i vështirë. Sa aso s'po muj me lexu, që ajo të vjen nivelin e tullet, do më thonë thonën shpirtënore që as mësuesi s'pe kuptoj ka të ka i zërsha, ma kupton. Pra kanë ndjeshmëri, është 20%, është një aronia Amerikës ka është marrë me këtë studim. Po nuk jenë marrë mësues ose nuk o marrë kërkush si duhet të trajnojmë të nxënës. Na nuk guxojmë të qesim pe klasë, na nuk guxojmë të largojmë, na nuk guxojmë të detyrojmë, po duhet të qetë me qenë me ta se kanë ndjeshmëri të lartë. Edhe tash mas një 8 muajve i thash të vajzës, tash do ta lexojmë një tekst. Tash mos e ka harru, e lexoj. Po më kujtuar ta këtë tekst një herë s'po mund me lexu, atë ku është një tjetër nivel. Tash jo më nuk ka kjo është një tjetër. Atë se unë kam humorin gjithë aktiv, unë jam humorist, dhe në flas me, jam i afërt me ta. Ata nxënësit e mi, por të kryjnë gjimnazin, vinë këtu, masi janë të martuar në grupë, edhe vinë në shtëpi, edhe bisedoj me pinë çaj dhe për kaluar. A ka racizëm në shkollat suedeze? A ka largës? Tash absolut nuk guxoj me thonë që nuk ka, se është po ta morën atë formën 80%-shin, nuk ka, janë të afërt, e dojnë njëri tjetrin, edhe për shembull në klasë, nuk është si veç është mësues, më jam mësu, për shembull me mësu një lënd, po është jam mësues të ngrisin nivelin e kulturës. Për shembull absolut nuk guxojnë me fol fjalë dyta, ose guxojnë po më një herë reagohet. Çështës s'bën më fol në shkollë, çështës s'bën na në flasim në shkollë sosane. E ku ta diun. Pra unë po të them që nuk ka shumë, ka se më hasë njerë me ta tregu një detalj, unë e një mësuesi ishtë nervozuar, lexoja gazetën në sallën e arsimtarëve, e me një tjetër mësuesi e sumif ke mu, edhe ajo foli pak kes, të minus, unë jam suedez. Edhe ajo tjetër më ja knaj që më të se ky s'është, atin, tani mas e njerë më kërkoj folë, thash unë s'kum dëgju për bes, nuk e di që a ki folë të Indonezia, a kupton? Kur të hjeka nga ajo. Pra se kor është, se unë muj me qenë çfarë duhet të mësojmë ne nga mënyra se si është mësimdhënia në Suedi? Mas pari duhet ta nxënësin ta qesim në rend të parë. Kur thonë kështu që e kom parasysh se duhet ta dëgjojmë. Pavarësisht çka theta, e bën një krahasim aty në nxënës, se tavolina dhe kali kanë të përbashkë, se unë i shtik sociale me fol libra se ka shumë vizatime. Edhe tjerë qeshin. E i thonë pse po qeshni? Ata dëgjojmë çka thot kjo? Dhe vazhdisht. Ta po mësues kali ka 4 këmbë dhe tavolina i ka 4 këmbë. Se je jam mundësin me shprehje mendimin. Te ne jo, unë jam doktor i diçkove të pis bën më folë se unë jam këtu i pari, nuk ka ashtu, nuk bën ashtu. Absolut nuk bën, se unë të gjitha emisionet tuaj kom përcjell aq shumë pëlqen ti që s'përzihesh me musafirin e lën në tërfy. E nuk e merr rolin e avokatit aty ose çfarë di, nëse s'panolem këtë temë. Çka po duam të them me këtë? Unë isha me një doktor të shkencës të gjuhës shqipe në Kosovë. Edhe na hasëm diçka një konflikt vogël, ku aty ma bën një njeri që ishte prezent, tha, qysh be ajo doktori i shkencës tipe kundërshtet. Thasha, po çfarë bëhet kuptimesh ki gabuara. Po çka ka lidhje ky çka është, po na po debatojmë, edhe kam drejtën me fol diçka na, unë i di më mirë dëgjona se ky. Po ne nuk bën ato, është kryetari i shtetit mbyllet, është shefi i radio televizionit mbyllet, po nuk shkon në shkollë, t'i japim hapësirë, t'i afrojmë, t'i dojmë. Të njën vetën të lumëtur, absolut, unë i kom pa 5 doktor që më kam su mu, kam thonë vish me minuti me marrë shtabe, gjithë sot në dënjurë më shkoni në orë. E lypa profesorin të atakoj, masi u ktheva për Suedi, ato gjëra që i kom su në shkollë, i kom pa këtu në sytë e mi në Suedi. Kur, unë e thu pra shkollë time si kom lanë, i kom thuj, kur në zënë si të shuplak rasi i kam, as Kosovë se këtu zënë, se këtu si ti bërë shuplak më shkollë, në shkollë, mere libra shtu i shpije. Po kryja jo punë, nuk më mbrojnë kërkush. Po, vetëm ju duke folur nga pasioni me ikët fare nga kamera, po s'ka gjë. Tani, unë do kisha shumë dëshirë që ne të flasim përsëri një herë tjetër, madje kur ju do e bëjmë kështu herës tjetër, kur ju të jeni në klasë, do lidhemi live dhe nëse na lejohet gjithmonë, të dëgjoj një komunikim, si është komunikimi në klasë, si flitet, të bëjmë diçka të tillë. Unë deshta stafin e juaj t'ja u sjell këtu, po disi nuk shkuan gjëra si duhen. Do vim, kuj diet, kemi ko. Po ndërkaq,
Do doja të bënim këtë gjë së shpejti, por sot që është festa e Kosovës dhe unë ju zgjodha juve pikërisht që të jeni, unë do doja të aurojmë Kosovën, pavarësinë e Kosovës. Me fyell, me atë që ju ndaluan në Beograd. Se ne shqiptarët s'ka gjë që ta ndaloj të kemi lirim, pavarësinë, shtetet tona dhe kombin tonë. Kështu që me fyllin që ju ndaluan në Beograd doja urojmë pavarësinë Kosovës sot. Po, unë edhe pavarësin, edhe besimtarëve muslimanë ju uroj festën që kanë Ramazanin, edhe gjithë shqiptarët ku janë pavarësisht i përshëndes dhe ju uroj lumturi dhe një gjë unë jam i bindur se ne një ditë do të bashkohem. Se ashtu kemi qenë dhe ashtu do të mbesim. Nuk ka kush që na ndalon. Pavarësisht që kemë do të lashët vogla. Ato nuk qënë pish. Të lumë të goja. është e vërtetë kjo, flamuri është ky që ka lind për bashkim. Ky nuk ka lind për ndarje. Atëre, me flamurin kombëtar, me plis dhe me fyell, apo me lahut, nëse të doni ju, të urojmë pavarësinë sot. Edhe të ndrojmë bashkimin. Po, unë tash nuk kuptova do të ekzekutoj gjë apo do ta përfundoj. Po do doja të ekzekutonim diçka në fund për të uruar. Patjetër. Po thjesht ta krijojmë atë pamjen me plisë me flamur edhe mua më pëlqeu ai fylli sa atë ju ndaluan. Po si të doni ju? Ja, unë do të plotësoj dëshirat e juaja. Flamurin a me sjell këtu ajo? Patjetër, pa flamur ku të vemi ne? Ai është gjaku i atyre që ndruan bashkimin, e atyre që na dhuruan lirin, e atyre që na dhuruan pavarësinë, dhe kur them dhurim, është fjalë e gabuar, se nuk ta dhuron askush, atë e merr me sakrifisa, e merr me gjak, e merr me jetë. Me 18 shkurt, me 18 mars e kam prezantimin e gjuhës para një grupi, ku do t'ju tregoj pse i kemi pse i ka Shqiponia 2 krera, se i tregon si mas Cazdangurit, i tregon 2 fusha që i kemi, 2 faqe, 2 bardhë, mirë, keq. Pra, në këtë botën këtë gjëra ekzistojnë. Çdo gjë ka anën pozitive dhe ka anën negative. Kështu që flamuri jon është më i bukur në botë, jo si është jemi, po e ka pamjen e bukur më. Po s'ka më kësi flamuri. Po kjo krenaria jon, po s'ka. Sa që hishëm është me pa, i bukur. Nxënës i marrin maicat, ose kanatierat, ose teshat, e vinë me ta në klasë. Ata dinë që mu më knaqin zemë. Dhe vetë e knaqin, po mu e dinë kur vinë. Unë shqitore kur hynë, nxënës të mi, kur me mu në klasë, e në suedisht. Shqitore e kam fjallën në kacë aty, kur paguhet. Shqip të 35.300 korona suedeze. Edhe unë knaqin. E dinë ata që më knaqin kur tasin në më shqip. E së tremen ata ish, po si i kom të unë. Dhëtë me qenë krenar, po visë një më sarrëk, dhëtë me qenë shqiptari mirë. Shqiptari mirë kur jemë, s'ki nevoj me qenë i drojtë, absolut. Po me gjokës për para dhe me vepra për para. Unë po ekzekutoj një valle që është Mallëngjyse, Bariut, e dhimshme, ku i bi om emocione, po dhe t'i bi, s'om qa me bo. Maja Bjeshkës bëj thirrje me këtë valle, që të kthehen në vendlindje sa më parë. Faleminderit. Atje jemi të hishëm, atje na ka fjala vën, atje na zën fjala vën, atje marrim frym mandrysh, atje na vjen era mandrysh, atje na vjen një tjetër era, atje na vjen një tjetër era, atje na vjen era shqiptar.
Faleminderit shumë, të lumt goja edhe mendja, edhe faleminderit për gjithë çfarë bën për shqiptarinë dhe për Shqipen. Miru dëgjofshim përsëri. Faleminderit. Nder e respekt. Kaloni bukur. Do vit ju vizitoj në Shqipëri kësaj. Kënaqësi, faleminderit. Ishte një bisedë në ditën e dur, që është dita e krenarisë sonë kombëtare, sepse kur feston Kosova, që është pjesa e kombit jashtë, padyshim është ditë krenarie. Edhe ne festojmë, sikundër festohet në Shqipëri dhe ka fest në Kosovë. I kemi të përbashkëta, edhe festat, edhe emrin shqiptar, po edhe erën e shqiptarit, aromën që ka shqiptari. Kemi të përbashkët gjuhën, kemi të përbashkët ëndrat, edhe kemi të përbashkët udhëtimin. Gëzuar festën Kosovë, gëzuar festën kudo je. Faleminderit. Regjistrohu tek Dritare Televizion, tek Rudina Xhunga, e në 2 kanale që përpiqen të jenë sa më shumë afër teje, që do bësh tani subscribe, do abonohesh dhe do të vi lajmërimi çfarë jemi duke bërë sot. Ka emisione që ti i pëlqen, ka emisione që nuk i pëlqen, por është e sigurt që do jesh që nga tani një ndjekës i rregullt i Dritares, sikundër janë ata 300.000 të tjerët që janë bashkë edhe na ndjekin, edhe na kanë bërë më të fuqishëm, edhe na kanë bërë edhe më konfident. Ne besojmë shumë të vetja që shkur ju jeni kaq shumë, jeni shtuar kaq shumë, sepse në qoftë se nuk të shohin, atëherë nuk ja ke dalë të shpjegohesh. Po ne me sa duket, ja kemi dalë të shpjegojmë dhe do ja dalim edhe më shumë. Na u bashko, faleminderit.